koha që Malaj duhet të kërkoj drejtimin e Partisë Socialiste, një gjë që nuk ja kanë dhënë, ta heqë sa më shpejt Edi Ramën, këtë monster që ka kapur për 13 vjet Partinë Socialiste, edhe unë jam nga ata që në 2011 kam shkruar një artikull, edhe në artikull kam thënë, ishte bëj një parantesë tu që Edi Rama në atë kohë quante veten unë jam misionar edhe komandant. Komandanti e ka partinë e tij për rilindjen, po ku është Partia Socialiste? Se kishte ulur kokën dhe nuk po bënte asnjë gjë. Dhe i la një nga një të gjithë njerëzit e tjerë si zotin Malaj që të iknin dhe asnjë njeri nuk guxoi të thoshte që pse po shkatërohet leadershipi i partisë. Ishte me mision, ashtu siç vazhdoi Edi Rama misionin e tij antikombëtar për shpopullimin e vendit, me një vizion ekonomik shkatërrues, e ktheu Shqipërinë ashtu siç kërkonte Krushovi në një monokulturë, në kulturën vetëm të turizmit, sepse atje dinte me psikologjinë e një kryetari bashkie, se si mund të fitonte më shumë. Turizmi është çështje numrash, ai thot 12 milion, po e vërtetë është janë 7 ose 8. Por sado që ti shqiptarët e Kosovës që vinë çdo fundjavë. Llogaritja e migrantëve shqiptarë që vinë 2-3 herë gjithë. Nëse ti në kohën moderne turizmi është thjesht një makiazh për të justifikuar të miliona euro që futen në ekonomi, pra është një koperturë, pra nuk kemi turizëm, as kam respekt. Elkenë dhe Malaj, po. Për kufizimi se kush quhet turist varet nga distanca e largimit. Jo çfarë është shqiptari i huaj i pasur i vapur. Dhe termat janë terma ndërkombëtare. Quhet turist ai që shkon deri 75 kilometra për shembull për të bërë pushime apo takon familjarët apo të tëra. Kemi bërë këtë debat që në 2000 ca. Janë terma të organizatës botërore të turizmit, nuk janë shpike shqiptare. Unë kam një pyetje për zotin Malaj, duke mbyllur atë prezantimin tim. Ju kam parë aktiv edhe në protest, të gjithë jemi pro kësaj proteste. Ky është një çlirimi i dytë i Shqipërisë. Sigurisht në protest janë grupe të ndryshme, interesash, akoma nuk ka arritur domethënë që të marri një formë të caktuar. Dihet që neve kemi një sistem politik parlamentar, partitë do të mundsojnë perspektivën e ardhshme të vendit, por duhen realizuar ato një lojë barabartë të rregullohen ato kërkesat të domosdoshme që protestuesit kanë bërë, heqja pa asnjë diskutim e Edi Ramës, që unë mendoj që është kushti i parë, ndoshta edhe i fundit, që protestuesit duhet të realizojnë dhe kanë bërë detyrën historike përpara këtij vendi. Por pyetja juaj është, sa mund të influencojë një lider si Arben Malaj në Partinë Socialiste që të ndërgjegjësohet për të mos u shkatëruar, sepse kjo rezistencë, kjo politikë antikombëtare e Edi Ramës do të çojë drejt një shkatërimi të plot Partisë Socialiste. Dhe sigurisht si një institucion është i domosdoshëm në veprimtarinë demokratike të vendit. Pra, a ka nevojë sot që njerëzit të mblidhen? Ju jeni një nga liderët e saj. A ka mundësi, sepse ka marrë vesh edhe këtu për t'i dhënë nota, që tani Rama, i cili që në kohën që doktor Berishës i është vënë non grata, i zhduku gjithë komunikimet me ata që ishin udhëheqës të Partisë Socialiste, sepse kishte siguruar një projekt politik me Vučićin, përkrahet nga lobimi demokratik në Shtetet Bashkuara të Amerikës për Ballkanin e hapur si një element stabiliteti, dhe nuk e pyese fare se çfarë bënte. Tani është aq keq drejt shkatërimit plot, si një kufon politike që qel berë, edhe ka filluar t'i marrë gjithë socialistët dhe thot, kemi bërë dhe gabime, duhet bashkëpunojme, duhet bëjmë. A duhet lënë kjo monster politike të mbijetoj akoma? Këtë kisha pyetje zoti Malaj. Ambasador, unë të falenderoj